Po më intereson, doktor Rëshet, me ditë cilat janë këshillat e bazë, apo këshillat e para, që i kështë thonë që janë më të lehta që nuk priton njerëz, sepse unë e di që edhe ju edhe Flutra e dini që ketë njerëz me përqindjen më të lartë thojnë të hanën kam nis fitnesin, ajo hanja s'vjen kur, ose me të parin s'vjen kur, ose kam janis dietës me të parin, edhe ajo nuk vjen kur. Cilat janë 3 këshilla më të thjeshta që e shishmojnë, po e them tojza, ndryshimin e stilit të jetës. Çfarë do të më bëj mas pari? Fillojmë gjërat krejt bazike, për shembull të zgjohemi herët në mëngjes, edhe të bijmë, të shkojmë në shtrat me kohë. Këto mund ta bëjnë. Okej. Kur është kjo me kohë? 10. 10. Për nanat, ora 10 është fillimi i ndrimit tjetër, mbasi flejnë fëmija. Ja, që atër pak scroll në telefon. Ta zëmë para 11 pak tjetër, të krijosh shprehi të mira të gjumit, edhe zimit të hershëm. Këtë me një ditë të mbarë fillon gjithçka edhe mbarësia. Pastaj është mos konsumojnë sasi të madhe të kripes e të sheqerit. Këtë mund ta bëjnë. Kur është fjalë të duhani është gjë shumë e vështirë që ta bëjnë. Po mund të ecën 30 minuta në ditë me hap të shpejt, mund të dalin në natyrë, këtë mund ta bëjnë. Edhe çka tjetër mund të mos qëndrojnë para televizionit tërkohës, po të lexojnë diçka relaksuese ose të dëgjojnë muzikë. A janë të mjaftueshme si këshilla? Janë të lehta, apo ose mund të ecim deri në punë, ose jo na do të më gjet parkingin para derës. Jo, adin, nashta i shkon mirë ideale se na kem qef. Adin, a jem pak popull që i marrim referimet, për shembull nëse tezja ka përdor diçka, i thonë edhe nonës, merre që ai ta dim një rutinë ditore të doktor Rushitit që është kaq i shëndetshëm, kaq vital. Çfarë bën, po? Zgjohem herët në mëngjes gjithmonë, zgjohem në orën 6 edhe bi shumë herët për të fjetur para orës 10. Edhe pastaj përfundoj orarin e punës, edhe shkoj në palestër pas orës 3. Po. Zakonisht e përgatis vedarkën. Okej. Drejken darkën. Edhe kjo është pjesë e stilit të jetës. Po, pjesë e jetës, sepse mund të ushqesh shumë lehtë në qytet ose mund të procesësh së do shumë lehtë keqasje në ushqim. Mirë, po nëse përgatit vetë, atëherë edhe kontrollon sasinë e kripes edhe sheqerit e të yndyrës, kështu që këto janë ndoshta diçka lexim relaksues, edhe mjafton të kemi një ditë mbar. Edhe sa më larg lajmeve toksike në internet. Po, i dëgjoni një par lajme, po jo gjitha debate televizive tani, ato janë të rëndësishme për të qenë të informuar. Po jo dëgjoni debate, pastaj një debat tjetër. Kurse fundjava të shmirë që ti kalor diku në një natyrë, në një ambient të bukur, ndoshta kjo është çelësi për të bërë një jetë të shëndetshme. Jo, sepse gjithmonë marrim shembullin, domethënë janë një shembull i një doktorit që çdo ditë mirret me pacienta edhe i sheh problemet që përballen njerëzit çdo ditë dhe bën një jetë pak më ndryshe për të mos u përballur me problemet që pacientët e tij përballen çdo ditë. Domethënë është një shembull sepse sa mjekët janë goxha të rrezikuar për shkak se punojnë shumë, disa përveç që kanë një orar të zakonshëm të punës, pastaj kanë edhe një orar të dytë, pastaj kur përmbetet koha për gjëra relaksuese ose për familje, me çfarë do aktiviteti fizik ose me aktivitet mendor. Kështu që është një kategori e rrezikuar vetë mjekët. Pastaj nuk është tingëllon edhe shumë e sinqertë nëse ti nuk bën asgjë për veten edhe thu pacientëve bëj këtë edhe atë. Kështu që atë që thu pacientit duhet ta zbatosh edhe në veten tënde. Për shembull ta pish vetë çajin pa sheqer, edhe vetë kafen pa sheqer, edhe vetë shkosh në palestër, edhe vetë mos konsumosh duhan. Kjo është gjëra bazike që duhet i bësh në radhë për vetë. Se që është shembull për pacientët. Ose ti reduktojnë që të rrisqet paktën. Po, shiko, kur është puna tek duhani duhet të ndërprejmë për fare. Kurse tjetër mund ta zvoglojnë gradualisht, po.